U kthye pas 30 vitesh, për kësaj here jo si balerin. Koreografi nga Shqipëria, Pullum Bagalliu, për një muaj rresht punoi me trupën e baletit të Kosovës, që të njëjtën mbrëma e dha në Prishtinë. Ishte një nga ëndrrat e mia që të kthehesha prap pas kaq vitesh në Kosovë. Ky bashkëpunim solli premierën e parë të baletit për këtë vit, të cilën e shijoi nga afër edhe ministri i Kulturës Kujtim Shala. Otello e Shakespeare-it, që rrofan intrigën për pushtet, u përshtat shumë me muzikën e Petar Ilich Çajkovskit e simfoninë e kompozitorit Hector Berlioz. Otello normalisht i kthyer nga luftrat, pas betejave, do thotë takohet me Desdemondën, do thotë gruan e vet, normalisht cilës në ditën e martesës e ka dhënë runi Shami. Me punën e këtyre balerinëve u nda i kënaqur edhe drejtori i tyre. Ka punë një shfaqje jashtëzakonisht mirë, përshtynë që interesimi është shumë i madh. Trupa e baletit këtë fundjavë do të udhëtojë për në Tetov, kurse shfaqja Otello do të jepet për herën e dytë të premten në mbrëmje.